që është një kthes, e ka bërë për debat, është një metodë, është një tek, apo në fund fare është një drelli për fituar kohë? Unë do të jap një përgjigje metaforike në rastin konkret. Kjo është një pjesë e spektaklit. Spektakli vazhdon. Kjo nuk është një prurje, kjo është një gënjeshtër. Sepse kjo s'ka asgjë brenda, gjithçka është e konsumuar. Ai është në një hall të madh tani dhe siç e keni vënë herën rolin e politikanit global, lider global, herë të përgjunjurit, ju keni parë që raste, herë të pelivanit, herë të balerinit, herë të lypsjarit. Në rastin konkret, në perceptimin tim, ai po bën rolin e lypsjarit dhe ju kërkon protestuesve që i ka detyruar të dalin dhe të protestojnë, duke di është një rekord historik se janë dhe protestat që bëhen në Serbi, po nga informacionet që kam unë, ato kanë të tjera kërkesa, ose më mirë, atje ka një realitet tjetër, këtu është një realitet tjetër, këtu është kemi të bëjmë me njeri që ka 14 vjet nuk po bën transparencë. Ky njeri kërkon sot që para atyre që e kanë zgjedhur, por për mua nuk ka rëndësi sepse ai nuk është i zgjedhur, ai është i vetë zgjedhur, ne dim çfarë është bërë, çfarë qëndrime ndërkombëtare me gjithë lobimet që ai ka profesion, lobimet e pista që ai bën poshtë e lartë, përsëri ai korrupsioni i tij, diktatura e tij tani ka marrë emrin e saktë që ka. Dhe ai kërkon tani, ai s'ka që palar dhe mua më vjen dot, ndosë është kryeministri im dhe unë i respektoj, ka ardhur një moment që unë se respektoj dot më atë njeri. Ai kërkon besë nga njerëzit. Kur ka bë detyruar me represionin, me luftën e klasave që ka ringjallur, ka quar mbi gjysmë popësisja shtetit. Çfarë besë kërkon ai sot? Shiko, besa nuk është një, ai ka zgjedhur fjalën. Besa që premtore Edi Rama në spektaklin e kësaj platforme të re nuk është besë. Është një nuk e di si në çfarë emri ti vë kësaj fjale. Ai harrin deri atje saqë do të ngatroj një kodin zakonor shqiptar që është një nga vlerat më të mëdha të kulturës dhe të traditës shqiptare, do ta fut në alizverishet e tij. Problemi nuk është nëse një shoqëri mund ta rikthej besimin vetëm përmes një fjale, që ka thënë ai më jep një besë ose tu ja besë. Ndërkohë që besimi ndërtohet për ditë, nga transparenca, që është një mollë ndaluar transparenca. Më jep në një rast ku e kemi besim tek institucionet, jo tek tek kodet zakonore, pra duhet përfton institucionet thoni ju. Shiko, edhe kodet zakonore, për ato vlera që kanë mund të respektojnë. Unë të jem president, për shembull, Ahmet Zogu, të marrëm një kuptim kështu. Ahmet Zogu kur Beqir Valteri bëri atentat në shkallët e parlamentit, për shkak se të merrte hakun e Dajës, është një fabul interesante. Ai ishte në rrugën e ndërtimit të institucioneve. Megjithatë, ai e respektoi pa një gjë të mirë tek kjo gjë e pali Beqir Valteri, por e respektoi nuk atë që ndodhi. Besa, u shikoj gjëra shumë të mira tek besa, tek kodi zakonor. Ai ka mbijetuar në mënyrë të moderuar, sigurisht ka që nga 3500 vjet para, është nga monumentet tona më të mëdha kulturore. Do të padyshim që ne duhet të ai është kultuar, u jam kulturolog.
ku s'kam parë të bëj një gjë për këtë trashëgimi kulturore. Tani rikthehet Besës. Ju keni bërë tek libri juaj I fundit dhe një profil, pra si ka ardhur deri këtu. Shko, unë ka parasysh një aksion të kanunit. Kanuni njifte Besë, por njifte edhe përgjegjësi. Nuk ka përgjegjësi, pa provë. Besa në ratë parë kalon përmes institucionit të provës. Ku janë provat që ka dhënë ky njeri? Ne çfarë ndodh me pasurinë? Nuk janë legjenda ato që I krijuam ne. Secili nga ne, unë të marrë të filloj të flas për atë kontratën sociale që ai premtoi kur erdhi në vitin 2013. Ajo është për bloz, ai s'ka bërë asgjë, ai po vdes të marrë uzua ta shpërndaj, po vdes për leximin, po vdes kulturën, po vdes librin, po vdes arsimin, të gjitha po ngordhin. Se njerëzit nuk ikin I nderuar, nuk ikin vetëm për para. Njerëzit ikin edhe për perspektivën e fëmijëve të tyre. Sepse ku do arsimohet? Në paradoks me këtë që ju po thoni, Bashkimi Evropian sapo mbylli kapitullin për shkencën, për arsimin. Tani ata nuk e shohin gjendjen këtu, apo duhet të sqarojmë se u jam involvuar për shkak edhe jo punës se s'mund ta quajmë të punë kauzave të mia kulturore, edhe politike natyrisht, ndosë se jam politikan në jetën aktiv. Duhet të ndallojmë, ato janë procese teknike. Nuk duhet të ngatrojmë një proces teknik me një proces politik. Ai të shfrytëzon, sepse ai është djalli vet. Ku ka ikur, se po të zëmë ngoj Bashkimin Evropian, cilat janë hapat ka edhe Shqipëria me kapitull teknik do qëndrojmë, po ai ka një marrë, ai ka të gjitha mbi barë, po të shikosh kriteret e etërve evropian, që për parimet I ka vendosur për Europën, për Bashkimin Evropian, atje ai jo vetëm që s'ka hetë asnjë, po ka ecur mbrapsht. Mua nuk më suggestionojnë këto lule që ai shpërndan. Ato ai shpërndan për pushtetin e tij, për të trubulluar njerëzit, sepse ai është populist. Dhe deri në një farë masë ka arritur këtë gjë. Sepse fakti që ai qëndron në pushtet nuk është vetëm sepse ai po lobon në mënyrë korruptive ndërkombëtare, është edhe shoqërisë shqiptare. Unë s'kam ndonjë kontratë me shoqërinë shqiptare, po ja them hapur. Shoqëria shqiptare është fajtore. Kjo nuk mund të ndodhte në një vend tjetër si Kroacia të mbajmë një zuzar këtu 14 vjet që çast po na punon. Po janë të gjithë të shikojnë problemin e shoqërisë nga çelësi I derës së shtëpisë. Si ato plerat ku lën para derës atje, që bën indiferente, gjitha ato bën kavalet atje. Shtu po ndodh dhe me problemet shqiptare. Edi Rama duhet të ishte qëruar. Dikush për arsye të gjarprit të ideologjisë. Ndryshojnë ata pensionist, ata me Beroxhën dhe sot, po ata po viktimizojnë brezat e rinj. Ç'është Edi Rama? Ku janë treguesët? Mendon të zhgojë Bashkimin Evropian, ai proces në integrimit, nuk e kuptoni po ç'doni të thonë më europianët. Këtu ata do flasin me gjuhën e diplomacisë, ata I kanë dhënë mesazhe. Me kapitull, ka janë kapitull. Kapitullit I bëjnë teknikën, si bën Edi Rama. Po te amerikanët, ka faj shoqëria jonë që pret gjithmonë çfarë do thotë presidenti, çfarë do thotë një ambasador që do vi këtu, pra çfarë do thonë ata? Është një kulturë që e kemi krijuar vetë. S'pun kanë ambasadorët. Kishtë problemi Shqipërisë. Natyrisht ata duhet mbajnë qëndrime më korrekte, më të drejtë për drejta, po këto janë si rezultati I lobimeve që ai bën. Shqipëria në Europë, në Bashkimin Evropian,
njëjë si pas të lajos që ka ndërtuar Edi Rama, jo Shqipëria që nxin, jo Shqipëria e 1001 halleve që ka krijuar, o Shqipëria